Rreth 500 persona sipas të dhënave nga Partia Demokratike do të nisen nga rreth i Vlorës për të marrë pjesë në protestën e opozitës të thirrur në kryeqytet përgjatë kësaj të shtune. Deputeti i Vlorës Bujar Leskaj nga omazhet për 107 vjetorin e vdekjes së Ismail Qemalit ka folur mbi protestën. Në nisje të fjalës së tij Leskaj thotë se ka një thirrje për qytetarët e ndershëm dhe ata të shtypur nga ky pushtet sipas tij të marrin pjesë në këtë protestë. Mesazh që Leskaj e cilëson që jepet nga Meka e Shqipërisë, vari i plakut të pavarësisë. Deputeti i Vlorës Bujar Leskaj e cilëson si protestën e qytetarëve të lirë si dhe kundër korrupsionit, ndërsa thotë se është një protestë për të zbatuar ligjin dhe llogaridhënien. Mesazhi im i bashkohet të gjithë atyre shqiptarëve të ndershëm, i bashkohet të gjithë demokratëve, drejtuesve të Partisë Demokratike dhe jo vetëm, demokratëve të thjeshtë, dhe është një mesazh me një kuptim më të plot për arsye se vjen nga një vend i shenjtë. Vjen nga ky vend që dhe nga Vlora që poeti ynë ish i përndjekur i politik Kujtim Murataj e ka quajtur Mekën e shqiptarëve të marrin pjesë në protestë. Protesta nuk është për Partinë Demokratike, por protesta është për qytetarët, është për qytetarinë, është kundër korrupsionit të kësaj qeverie, është protestë për të thelluar llogaridhënien, transparencën, është protestë për të respektuar ligjin. Mbi ligjin nuk ka asnjë, qoftë ky kryeministri, zvendës kryeministri, ministrat e kështu me radhë. Të gjithë ata që kanë abuzuar, të gjithë ata që kanë shkelur ligjin, të gjithë ata që kanë dekurajuar llogaridhënien dhe transparencën, pa dyshim duhet dhe do t'japin llogari. Fillon një kohë e re, fillon një vit i ri, le ta vazhdojmë këtë vitin e 2026 me protesta, me lëvizje, me aksione të ndryshme qytetare dhe politike, dhe Partia Demokratike një erazi të shpalli dhe alternativën e saj me qëllimin final për të larguar këtë qeverisje që vetëm qeverisje të mirë nuk po realizon. Dhe këtë kryeministër që është fatkeqësia më e madhe e Shqipërisë, do të thoja. Sipas Partisë Demokratike Vlorë, rreth 350 persona janë nisur nga Vlora për në protestën e opozitës, teksa 150 të tjerë nga Imara dhe Selenica. Nuk ka organizime të mirëfillta me autobuza apo furgona. Protestuesit janë regjistruar në Deg dhe më pas nisen me makina personale drejt Tiranës.